Nuk është mosha. Ky, se po marë Bidenin, se Trumpi nuk ka qenë pjesë e strukturave shumë gjatë. Bideni u bë presidenti Shtetet Bashkuara 80 vjeç, pa ma kishte që në vitin 70 që ishte në politikë. Po, drejt. Pra, kjo teoria, ose t'ikin këta që t'vim në, ku kam politikë t'ikin këta që t'vim në? Hajde votohu, edhe fito. Dhe mbi gjithë janë votat e numëruar me saktë. Ko ta hape këtë shpatë? Po jo, s'kam tema tabu fatmirësisht. Gjithashtu do t'jetë me ne edhe Ledi Obrau, besoj se ka nevojë për prezantim në këtë periudhë të 4 vjeçarit, se është bëhet dashje pa dashje protagonist në një vend si Shqipëria. Bravo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Karo. Faleminderit për ftesën. Në proces rinumërimi ndodhesh apo? Po, klubi Faria Oti. Po e fillojmë me ty, çfarë po ndodh aty? Në çpik jemi dhe sigurisht cilat janë rezultatet e deri tanishme nga procesi famë madh i rinumërimit? Sot është dita 2 e procesit rinumërimit për qarkun e Tiranës. Dhe dje janë numëruar rreth 87 qendra votimi. Pati disa lëvizje rezultati që kryesisht dukeshin si pasojë e gabimeve në numërim. Pra kemi filluar me 1 nga KZZ e Kamës. Dhe pati ndryshime për partitë, pati dhe për kandidatët, pati disa ndryshime në numra. Dhe kjo është situata. Sot do të vijohet me Paskuqanin, edhe besoj me fshatrat e Tiranës, mërësitë e ritmit, sepse duhet kemi parasysh që qarku i Tiranës është më i madh, është më i vështirë dhe për shkak të çetës votimit që është shumë voluminoze. A mund të flasim për tendencë për ndryshim mandatesh edhe në mënyrë nominative? Deri tani nuk duket se, domethënë, është numëruar shumë pak, domethënë nga 1200 qendra votimi vetëm 87 dhe për herë nuk ka ndonjë ndryshim. Nëse do ketë ndryshime do të vijë deri në një moment tjetër. Që është edhe herët për të bërë parashikime që se do ketë ndryshim rezultatit. E kuptoj. Paloka, rinumërimi një betejë ligjore në KQZ, në KAS dhe në kolegj. Edhe pse dje kolegji një pjesë të qarqeve i mbylli me dyll. Çfarë është në aspektin politik? Të jemi të qartë njërë për pozicionin tim, edhe për arsyet pse është kërkuar rinumërimi nga ata që e kanë kërkuar, dhe në fund çfarë pritet. Këtë të fundit për të them që në fillim, unë vetë nuk pres ndryshim në rezultat. Sepse... As mandatin Ali Mehmetit në Tiranë? Nuk pres në ndryshim të madh në rezultat, dhe kjo, Berisha ju ka thënë, keni drejtën tuaj, ne jemi transparent e tjera, mendimi i Berishës, dhe ju ka dhënë drejt atyre, por rinumërimi politikisht vetëm një gjë mund të shfrytëzoj Partia Demokratike në këtë rast, për mua gjithmonë, ky është mendimi im, që të evidentoj sa të mundet rastet e, si që është për shembull treni bullgar, apo fenomenet e kontrollit votës. Pse? Sepse manipulimin Rama nuk e ka lënë as për numërim, madje po të them nuk e ka lënë as për ato që ka bërë në qendër të votimit. As për 11 maj. Jo. Ka kry punaj me të gjithë mënyrat, pjesa më e madhe të cilave janë publike, dhe nuk ka nevojë të diskutojmë më, i ka bërë publike të gjitha, faljen e borxheve tjera, pensionet, këto dhënien e licencave për kanabis e tjera, gjitha këto janë publike. Do mjaftonin këto që ky proces të jetë implera nga kushdo, evropian apo shqiptar. Por, kjo pjesa tjetër pastaj që lidhet me patronazhimin, cila është pjesa kriminale e patronazhimit, dhe që nuk bëhet aty, bëhet përpara se të shkojmë deri në votime madje. Se patronazhimi, po ta shoh shumë nga jashtë, nuk ka asgjë të keqe. Po tentojnë ta relativizojnë. Madje unë e kam përdorur pa ditur fare, pa pasur as kulturë. Pa i quajtur patronazhim. Që zgjedhjet e para të mjet në 2001-shin, unë ju kam darë detyra antarëve të seksionit që ti do merresh, do më sjellësh informacion për këtë pallat, ti tjetri për këto 3 shtëpier. Pra, në një farë mënyrë ky lloj patronazhimi, po pse është kriminal patronazhimi këtyre? Sepse atë informacion që ti e ke legjitim ta mbledhësh,
me kë është Edi, me kë është familja Edi, për kë voton kë, që kërkon kë nga partia që ose vjen nesër në pushtet, dhe i këtu jemi ke legjitimja, ama kur ti fillon dhe informacioni që ke, e përdor për presione, për të blerë, për nuk e dia ta thash tu një rast dhe më banalin. Një zotëri në Don Bosco kishte një vit donte të fuste çunin kopësht vëlla. Kopës shtetëror, që e ka detyrim shtetit ja marrë aty në lagje. Një vit nuk e fuste dot, nuk ja fustin, gjenin lloj arsyesh nuk ja fustin. Të njëjtët persona i vajtën para zgjedhjeve i thanë ti mos do të fusësh gjë çunin kopësht. Pra edhe atë që e kanë detyrim, këta e përdorin për të ta shitur si favor dhe për të marrë votën. Thash kjo është më banalja, sepse shkohet deri në futjen burg të njerëzve kur ata nuk dorëzohen. Së të bandave. Jo, bandat janë ata që i fusin burg ta. Kur një nuk dorëzohet, arin i vjen gjoba. I bën gjithçka. Që ta detyrojnë dhe t'ia quajnë favor pastaj të marrin votën. Kjo është pjesa kriminale e këtij patronazhimit. Flavio nuk pranon të votoj Partinë Demokratike. Qa ka Flavio? Flavio ka një biznes vogël, se po të rike realja. I kërcasim 1 milion euro gjobë Flavios ne. Dhe leta zgjidhi Flavio deri më zgjedhje. Edhe i thonë copë, do të heqim të, apo do të shkosh në përgjyqje tjera dhe ku i djetë jetës. Do të heqim, qoj votat ke Partia Socialiste dhe kemi kryer punë. Të gjitha këto, kjo është kriminalizim. Dhe këto ndodhin të gjitha para se të shkohet ke... Absolutisht. Leje numërimin pastaj që numërimi janë këto rezultate që po dalin. Ka një pyetje, për këtë ka një konsensus të gjerë. Pyetja ime është, Zoti Rama i ka bërë të gjitha këto, edhe ma bëja të pyetje. Jo, edhe vetë pranojnë. Çështja është, dim që edhe në 11 maj është abuzuar në mënyrë të trashë dhe të dukshme. Po. Pse ishte nevoja ta shkelte dhe në 11 maj? Çfarë ndodh me 11 maj? 11 maj është kontrolli i votës. Kontroll cilësie. Jo, kontrolli atij që është bler, sepse ai që është bler, apo ai që është nën presion po ta jep votën, nuk ka besim partia e kej. Se thotë ky mund ma dredhi mu ke kujtia votimit. Atëherë lind treni bullgar që kontrollon votën. Prandaj ishte edhe video që futi dorën e verifikoi. Ajo është pastaj është ai, sepse këta e din, na kupton ku jemi. Këta e din që ka kamera, e din që kontrollohen, që nesër mund të dalin çdo gjë, dhe nuk pyesim pse. Sepse kanë besim ke partia, sepse kur nuk është dënuar askush. Se si ka për ato dhe këta janë bindur që çfarë do krimi që të bëjnë. Po pse u desh ti bënte kaq shumë në 11 maj? Kaq trasha, aq dukshme. Jo, unë thash Rama e ka mbyllur me 9 manipulimin për Rama. Po. Këta pastaj janë këta tipat që paniku. Duan të dalin pastaj ke partia edhe më ty që fut dorën aty, kupton? Kurse treni bullgar është pjesë e sistemit. Ato zyrat që zbulut ju, syri, ato janë pjesë e sistemit. Aty shkohet me çdo qendër votimi ka një zyrë ashtu? Dgjoj, varet në çfarë sistemi e ka ngrit, sepse nuk ka në raste të tjera nuk ka nevojë ai për trenin bullgar për shkak. Ai thot 20 vetave që ju ka bler votën ose i ka marrë votën me presion. Ti do votosh jo me kryq, po me kryq dhe me pikë çuditse. Dhe ri patronazhisti aty, dhe është patronazhisti direkt, dhe ai është shef në numërim. Dhe po ti dëgjosh ata e thon aty ata. Unë mbarova me të mit. Ikën ajo vjen tjetri. Mbarova me të mit dhe unë i kontrollova unë ato. Pra, thash, në 11 maj dhe në numërim bëhet kontrolli i votës që është bler, është marrë me presion, votës që praktikisht nuk është e Partisë Socialiste. Dhe pa të pori numërohet. Tani, bravo, të lutem. A mundet që edhe fenomenet kësaj natyre të dallohen gjatë procesit të numërimit? Se pam për shembull atë të Elbasanit ku menduam se do rinumërohej, po ishte thjesht një vlerësim për vlefshmërinë e votave. Pra u pa thjesht vula nga pas. Këto nuanca, a demokratike që ishte bërë ankimin, kërkoj rivlerësim të votave apo rinumërim të votave për Elbasanin, por kërkoj vetëm krahasim shifrash. Pra tonin të bënin një lloj krahasimi mes votave të gjendura në kuti me votat e papërdorura, me votat dëmtuara. Ndërkohë në çështje të tjera ku kërkesa ishte për rivlerësim, siç ishte rasti i Dibrës për shembull, që u kërkua vetëm për kandidatët e koalicionit PD-SHM apo Tirana, Durrësi, Fieri që do të hapen vim, atje është kërkuar rivlerësim dhe rivlerësim e numërim dhe pikërisht ajo do të bëhet. Ndërkohë që për qarkun e Elbasanit ishte ndryshe situata, nuk u kërkua rivlerësim apo rinumërim, por thjesht një kthyrje materialit zgjedhor
ku do të shieshin fletë të votimit. U rezultoi që kishte edhe fletë pa vula si shtolje nga hapja votive. Dhe tani Partia Demokratike në seancën e radhës dhe konkluzonet përfundimtare do të ngre pretentimet e saj mbi të gjitha ato që u gjetën në ato 96 kuti të qarkut të Elbasanit. Përfshirë këtu dhe disa video që janë marrë nga qendrat e votimit ditë të procesit votimit, cilat po ashtu do të administrohen si provë, dhe në përshësit saj do të merret vendimi edhe për qarkun e Elbasanit. A keni ju një vlerësim se sa është shifra, norma e shkeljeve dhe abuzimeve që do mund të cënonin procesin dhe integritetin e tij? Në numërim? Në numërim është do të thënë ajo që kemi parë ne, pra ne shohim vlerësimin që është bërë fletë votimit. Qarku Dibrës ishte aty ku duk pra në 44 qendra votimi që ne hapëm, pati një ndryshim mes votave si që rezultonin video nga numërimi i subjekteve, nga votat që hapëm ne gjatë procesit aktimor. Pra kishte ndryshuar fleta votimit nga numërimi për subjektet tek hapja votive në KQZ. Çka tregon që mund të ketë pasur ndërhyrje në fletë të votimit gjatë procesit të numërimit. Pra fletë që mund të kenë qenë vetëm për partinë janë vënë kyçe për kandidatin, fletë që kanë qenë të vlefshme mund të bërë të pavlefshme, por kjo kërkon një proces tjetër, një proces më të thelluar hetimor penal që bëhet kryerja e videove, që kush grup numërimi ka numëruar për subjekte, kush grup numërimi ka numëruar për kandidat. Pra është një proces që kërkon kohë. Dhe për ne që dolëm pakicë, pra 2 nga anëtarët që dolëm pakicë lidhje me qarkun e Dibrës, edhe ky fakt, pra që fleta votimit ndryshon nga një fazë të numërimit në një fazë tjetër, përbën shkak mjaftueshëm për të konsideruar që ka një lloj pavlefshmërie në këtë qendër votimi. Dhe duke qëndruar te Elbasani dhe kërkesa edhe për materialet zgjedhore, a mundet treni bullgar për shembull që e kemi parë me video të reflektohet edhe në materiale ose në kuti? Jo, po thuajse në një numër të madh kutish, tani unë nuk